Në Pallatin e Sportit në Fier ka nisur kampionati kombëtar i boksit për grup mosha 12 deri në 14 vjeç. Aktivitet që do të mbledh për 3 ditë me radhë 15 ekipe nga gjithë Shqipëria dhe rreth 89 boksier, mes tyre dhe vajza. Në këtë kampionat marrin pjesë ekipet e Apollonisë së Fierit, Flamurtarit të Vlorës, Partizanit Tiranës, Studentit, Tomorit të Beratit, Durrësit, Pogradecit, Kukësit, Vllaznisë, Pukës, Patosit dhe Peshkopis. Ndeshjet zhvillohen sipas grupmoshave dhe kategorive të peshës, ndërsa në fund fituesi do të vlerësohen me medalje dhe certifikata. Sipas të deleguarit të Federatës Shqiptare të Boksit, Baftiar Abazaj, ky kampionat shënon nisjen e aktiviteteve kombëtare për moshat e reja dhe synon promovimin e talenteve të rinj në sportin e boksit. Federata e Boksit Shqipërisë është vetëm federatë që nuk ka si sportist huaj, përveç me sportistët brenda dhe i ka prur Shqipërisë për vitin 2025 i ka prur 26 medalje, që nga në kampion të botës, apo në kampion e Evropë, apo në tretë e Evropë, vlera është shumë e madhe. Duke marrë që sa më shumë fëmijë të merren me sport, do kemi më pak obezitet, do kemi më pak aksidente të rrugës. Dhe në këto grup, sidomos sportin e boksit, apo në sportin e kickboksit, janë sporte që fëmijët i duan. Përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të Boksit theksuan se gjatë vitit 2025, sportistët shqiptar kanë arritur rezultate të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, duke fituar medalje në kampionate evropiane dhe botërore. Një nga sukseset më të fundit ishte renditja me medalje boksieres Esmeralda Novruzaj në kampionatin evropian për moshat U20. Rikthimi i aktiviteteve kombëtare në Fier është bërë i mundur edhe fal përmirësimit të kushteve në Pallatin e Sportit dhe bashkëpunimit me klubet sportive dhe Bashkinë Fier. Aktualisht në qytet ushtrojnë aktivitetin e tyre disa palestra boksi dhe kickboksi, ndërsa interesi i fëmijëve për këto sporte po rritet vazhdimisht.